Ne jemi në ditën e dytë të grevës, ditën e dytë të grevës së përgjithshme, ku punonësit kanë pezulluar punën, gjithashtu në ditën e dytë të grevës së urisë, ku 10 anëtarë të Këshillit Drejtues të sindikatës kanë hyrë në grevurie. Ajo që kërkojmë është rritja e fondit të pagave me 18% dhe shpërndarja e kësaj rritjes te pagat e ulta për të ulur diferencën ekstreme të pagave që ka ndërmjet pagave të larta dhe pagave të ulta. Punonësit e fushës kanë paga shumë diskriminuese me punonësit e tjerë, sidomos me shtetasit kinezë. Këtu ne kemi kërkuar që asnjë pagë bazë neto nuk duhet të jetë nën 1000 euro. Ajo që kërkojmë është drejtë, është legjitime, për shkak të volumit të punës që këta njerëz bëjnë, vështirësisë së punës, kushteve të punës, vetë industrisë së naftës dhe të ardhurat që i sjellin kompanisë. Ne nuk do të dorëzohemi deri në arritjen e kërkesave tona. Djemët që shikoni tani në video janë anëtarë të sindikatës dhe punonjës të shoqërisë Bankers, të cilët do të qëndrojnë së bashku me punonjësit e tjerë dhe kryesinë e Këshillit Drejtues janë në grevurie këtu te zyrat tona në Marinës. Janë bërë 3 tubime të zhvilluara nga ana jonë në datën 1 maj, në datën 5 dhe 6 shtator. Ajo që kemi kërkuar ka qenë si gjithmonë rritja e pagave dhe kushteve të punës. Mendojmë që mos rritja e pagave nuk është çështje ekonomike, sepse këtu ne kemi parë paga që kanë dalë nga përgjimet e prokurorisë, ku shtetasi kinez Ketzu merrte 800-850.000 euro në vit, ku ka që shuma që ne kërkojmë për 400 veta. Ku një shtetas merr një pagë sa për 400 veta që ne kërkojmë shtesën, kjo është qytet totalisht e papranueshme nga ana jonë, dhe këtu nuk është çështje mundësie financiare, sepse po të ishte çështje mundësie financiare nuk kishte pse disa njerëz marrin nga 70.000 apo 100.000 euro në muaj, por trajtoheshin të gjithë në një mënyrë të barabartë. Pra, ka para dhe thjesht mbahen në këtë nivel me qëllim. Po kemi zhvilluar disa negociata me kompaninë, ku fillimisht kemi kërkuar një rritje të fondit të pagave prej 9% dhe dietën ushqimore, por gjatë gjithë kohës nuk ka pas ndërgjegjësim nga kompania, madje ka filluar me diskriminimin, intimidimin dhe presionin ndaj punonjësve. Kjo na shtyu të shkojmë në tubime, në greva deri në grevurie, duke rritur fondin e pagave me 8%. Po ajo fa, vjetë të qoj një oriq.